Shpreja ti ishte nuk du me hinë brisk, duke aluduar briskun e operacionit, operimit, sallën e operimit. Në prill të vitit 99, kur dreni gjyshi i tij edhe disa familjar tjerë kishin kaluar gjithë kalvarin e masakrës në familjen Vesa dhe pas shumë peripetive arritën ta kalojnë kufirin në Kukës, Morin. Aty personi i parë pasi kanë hyrë me makinë në Kukës, në Shqipëri. Personi i parë që ata kanë taku kam qenë unë. Dreni ka qenë një farforme i maskuar pas në makinë. E kam marrë dreni ka qenë i plagosur në dorë. E kam marrë edhe e kam dërgu në tentën e organizatës me cilin atë kohën punoja, që ishte afër aty. Nuk e kishim qartë, dreni folte mirë, po ishte i friksuar nga gjithë ajo që ka kishte parë, nga gjithë ajo që ka kishte përjetuar. Folte fjalë disa të pakjarta, nuk ishte shumë në gjendje të na spjegonte në moment se cila ishte për ne, në momentin e parë ishte gjendja ati shëndetësore, do të ishte i plagosur në dorë. Shpreja ati ishte nuk du me hinë brisk, duke aluduar briskun e operacionit, operimit, sallën e operimit. Gjatë gjithë kohës kam tentu me e binë që jo, nuk do të ndodhë diçka tillë që të sohej, derisa kanë arritë mjeku anesteziolog t'jap një sedativ dhe e qetëson. Dreni flenë në gjumë edhe është bo një ndërhyrje e shpejt në kushte, ndoshta për ditët e sodit jo normale, ishte vetëm një tendë në fush, kushte fushore, është bo një ndërhyrje, është pastru plaga,